Kjo është shtëpia e Xhelal Sfeqlës, njëri nga njerëzit më të fuqishëm të sigurisë në vend. Dhe kjo këtu, përballë, është zyra e policëve që e mbrojnë atë 24/7. Por ka diçka që nuk shihet në shikim të parë. Kjo kabinë e vogël ka një telashe të madhe. Nuk ka banjo. Mbetem në shërbim tuaj dhe të gjithë zyrtarëve policorë. Shërbim? A mundesh vetëm një banjë për policët në pragun e shtëpisë tënde? Në mungesë të saj, policët duhet të kryejnë nevojat fiziologjike në toaletet e lokaleve të lagjes Arbëria. Kjo është situata ditën. Po natën, kur çdo gjë mbyllet, zyrtarët policor që kanë bërë roje këto her pas here, i kanë thënë shënjestrës në kushte anonimiteti se nevojat i kryen jashtë, në përtherra. Sindikata nuk ja ka haberin për këtë telashe. Për këto si jam njëri. Informatën se e kitë lutna dhe të na përcjellin neve si sindikat se na e kemi rregulluar se është edhe më të mëdha se kur kjo. Po besoj se e rregullojmë. Ligji për siguri në punë e thot qartë. Punëdhënësi duhet të siguroj banjë. Neni 15. Për çdo objekt apo ndërtesë të destinuar për punë, punëdhënësi duhet të siguroj hapësira ndihmëse, dhoma për ushqim, dhoma e veshjeve apo garderoba, banjo, tualetet ndaras për femra dhe meshkuj. Pasojat kur nuk ka WC, nuk janë thjesht bezdi, janë shëndetësore. Mbajtja e urinës për një periudhë të gjatë kohore, sidomos nëse përsëritet çdo ditë, mund të ketë pasoja për fshikëzën urinare dhe në disa raste edhe për veshkat. Ministria dhe policia të pyetura nga shënjestra heshtin. Dikur, ministri që i gjuante policët me tulla, sot i lë të ruajnë luksin e tij, pa pasur as ku të shkojnë në banjë. Shënjestër.net